për të folur për një temë shumë të rëndësishme. Këtu në studio kemi Hoxhën Mirsad Muçaj dhe vajzën e tij Unejsa Muçaj. Përshëndetje dhe urime Bajramin. Përshëndetje gjithashtu dhe urime kja fest madhështore. Gëzuar Bajramin. Edhe jo gjithashtu. Unejsa ti edhe Bajramin e kaluar ishe në studiet të televizionit të Uta. Ishe shumë e bukur, por kësaj hera një nur po ndriçon nga fytyra jote dhe është shkaku i mbulesës. A mund është të na tregosh se çfarë të ka shtyrë të marrësh këtë hap ose këtë vendim? Ka më ka mundsu Zoti që më shku 2 herë qabe, edhe këtë herën e fundit mu kam pas si ndjenjë, si bindje që me vu shamin, sa të kthehem. Dhe Hoxh, ishte një rrugtim i cili ju e bëni disa herë, por kësaj rate është vajza e cila pas këtij udhtimi kthehet me shamin, me mbulesën. Për ju, cili ishte përjetimi? Si prind tani, si baba, jo si Hoxh tashmë, por si baba. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit. Fillimisht falenderojmë Zotin e Madh që na mundsoi që të arrijmë këtë ditë festë që është për festave me madhështore të vitit, festa e Fitr Bajramit, dhe elo Zotin që të na ketë pranuar gjitha ibadetet, gjitha lutjet, dhe qofshit gjithmonë të lumtur edhe të gëzuar, ashtu siç po e festojmë këtë ditë që është gëzim për gjithë besimtarët musliman anë dhe mban botës. Vërtet, për mua ishte një gëzim i madh ditën që vajza e mur këtë vendim. Na si prind kena përgjegjësi, si krye familjar kena përgjegjësi. Por në fenë tonë nuk ka diçka dhunë, nuk ka mëzori, por gjanat shkojnë me bindje. Në momentin që kjo, neve gjithashtu na ka mundsu Zoti disa herë me shku në qabe, në momentin kur kthyme këtë herën e fundit edhe thot baba sa du me vu të shamin, thaç atë mu duk thotë ai e vendosën, ai mendu mirë, thaç atë ti nëse vun këtë vun, më thanë jo për shkak unë si prind t'jap këshilla që është mirë, është krenari, është nder, mirë po nëse këti veç po thot i kam bindet edhe pse mas me çu një urdhër të Zotit në vend, pse mas me zbatu urdhën e Zotit. E nëse na i zbatojmë urdhën e Zotit, ju vetë thoni si Hoxh thoni që Zoti ka më na ndihmu, Zoti ka më na dhënë jetën më të mirë, ka më na bërë më të lumtur nëse na jetojmë ashtu si Zoti kërkan prej nesh. Për të vërtet na ka gëzuar shumë pa mas në ditë që e ka marrë këtë hap këtë vendim. Inshallah Zoti e forcon edhe kështu vazhdon. Rumejsa në hapje tha që në studio, në intervistën më herët, ka qenë pa mbulesë, ashtu siç kemi pasur Rumejsën. Edhe unë sot të dyja i shoh me një nur aq të bukur këtu bashkë në këtë studio, në këtë Bajram. Edhe unë të dyja, edhe një herë me qenë se me Rumejsën e folëm edhe më herët, por të dyja vajzave duhet ju them urime për mbulesën, edhe siç tha edhe babaj, të drejtohem babaj në këtë intervistë sot, që është një vendim që patjetër do vendosmërinë edhe nëse merret një herë, le të themi është një vendim që na shoqëron gjatë gjithë rrugtimit të jetës sot. Shumë vërtet. Kjo është urdhën prej Zotit. Edhe nuk është nënçmim, nuk është përkundrazi, është krenari, është nder. Edhe inshallah Zoti i Madh edhe për të tjerat edhe motrat të tjera i muslimani i bin bindjet që me zbatu një urdhër të Zotit. Ju kemi pasur shpesh në studio, sot do të fokusohemi tek Unejsa dhe më shumë. Rumejsa, çfarë ta lë të vazhdosh pak një bisedë më gjatë me Unejsën? Si u ndjeve ditën e parë kur dola me mbulesë? ndjeva shumë mirë. A kisha emocione? Kisha pak. Po, por si që kanë pritur familjarët, shoqëria? Familja nuk e kanë ditë, një kanë bërë si surprizë. Janë kënaqë shumë, edhe të afërmit, edhe ato janë kënaqë. Edhe nëse më lejohet ndërhyrja. Edhe kjo vërtetësh më ka ndodhur në ditën e xhuman, ditën e premte. Më thënë, kur kthehna pas namazit, pas si u ktheva prej xhamit, kur vi shtëpi dhe kjo ishte përgatitur për shkollë dhe shoh veç që kish vu shamin. Këtë kisha surprizë që nuk e disha, veç u gëzova shumë famas. Po çfarë the fjalët e para, sepse po thuhesh
para se të shkoj në shkollë, cilat ishin fjalët e para që i thaj kur e pe në pulesë? Qëndro fort dhe dije se të ka ndëru Zoti që të ka zgjedhë që me marrë këtë hap shumë të rëndësishëm, edhe jeta është me sfida, jeta është me vështirësina, por dije ta kesh një qëllim që nëse gjithmonë punon dhe vepron që Zoti i cili na ka kriju dhe na ka sjellë në këtë dunja për me arrit kënaqësinë e tij, dije se do të jesh krenar dhe do të jesh e lumtur. Në momentin që vendos nëse ja kthen shpinën e Zotit ose i lën anash urnat e Zotit, është vështirë njeriu me pas rahati e me pas lumturi. Dhe kjo është një mësim duhet të jetë për të gjithë. A din se nuk është, unë e kam thënë një herë, por shumë herë kam thënë që nuk është lumturia as në pasurinë e kësaj dunjaje, as në postat e kësaj dunjaje, cilët janë kaluese, apo si thot njëri prej të parëve, unë prapë mora mohabetin se. S'ka problem, e bëj një bisedë si një dhënë shtëpie që jemi. Unë i kam sprovu të gjitha kënaqësitë e dunjas. S'ka pas gjithë kësaj dunjaje që nuk e kam sprovu, por i kam gjithë të idhta. Nga momenti që unë kam vendos për mi forcu lidhet me Zotin tem, me krijuesin tem, kënaqësinë shpirtërore nuk mundem me përshkruaj me fjalë. Andaj forcimi i lidhjeve me Zotin, dijeni, duhet ta dim se është krenari dhe është lumturi që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Me vërtet. Po Nejsa, si ka ndikuar ky vendim në përditshmërinë tënde? Kur ke shkuar në shkollë, kjo është e përditshmja tani, kur ke shkuar në shkollë, si të kanë pritur atë ditë? Çfarë të tha? A pritur shumë mirë, janë kënaqur pa mas, dhe Kishe emocione patjetër, ashtu siç pyeti edhe Rumejsa. Janë ato emocione që ndoshta janë të bukura, janë emocione të bukura kur ti e sheh që të buzëqeshin në rrugë, apo ju buzëqeshin ju të dyjave në rrugë tani kur ju shohin, sepse ju shohin më ndryshe. Po edhe nëse nuk buzëqeshin, e di që Allah është krenar me ne dhe Bravo. Kjo është e rëndësishme. Kjo është e rëndësishme. Ju e dini pse e keni marrë këtë vendim. I rujtë Allah. A kishe ndonjë frikë kur edhe morra këtë vendim ose ndonjë pasiguri? Kisha pak frikë, por i thash vetë dhe se Zoti është i kënaqur me mua, atëherë me S'ka pse mërziten, apo pse shqetësohen. Kanë të njëjtin mendim. E sheh, vajzat kanë të njëjtin mendim, sepse kjo është bindja. Ajo siç e thatë, që është bindja. Kur e fiton bindjen, bindet pa. Edhe nuk ka me imponim, edhe me qef. Se nuk ka efekt, nuk ka dobi nëse aja është me imponim. Vërtet se kresh krenari është nder. Por përsëri nëse më lejohet. Patjetër. Nëse më lejohet. Shembull tek shamia, vërtet një vepër e mirë, një vepër e dashur, urdhër prej Zotit që Allahu kërkon prej motrave besimtarave që ti vujnë shamit, që ta mbulojnë në trupin e vet. Dhe kjo është rregull dhe traditë tek të gjitha fet, tjetër është dikush praktikon e dikush nuk e praktikon. Kohëve të fundit shifet një gjallërim tek të gjithë, që na gëzon të gjithëve. Por po ashtu kemi edhe disa rregull që janë ndoshta më rëndësishme, se nëse vuhet shamia si shami e nuk zbatohen, nuk kryhen urdhnat të Zotit, nëse nuk i bihet në sejdë Zotit, dhe nuk madhrohet Zoti, atëherë na duhet ta dimë se nuk kena dobi pi shamis. Po. Asgjë. Kështu që me vendosin e shamis nuk duhet të... Është një parim, një parim për parimeve të kësaj fesë son madhështore, por përsëri duhet mi kryer edhe urdhnat tjera. Si thua Mesa? Është. Po, Nejsa, cila është pjesa më e bukur e të mbajturit mbulesën për ti? Është se jam duke kryer një ndër urdhrat e Zotit, dhe që jam shembull ndër një ndër ata vajzat e tjera që do me avu shami. Shumë mirë. Po edhe a pati ndonjë moment që të frymëzoj për të bërë këtë hap? Jo. Kur ka qenë ai momenti që ti ke thënë që nesër apo pas nesër apo sot unë do ta vendos shamin? Çfarë të frymëzojnë atë moment që ti ta vendosësh shamin, të dalësh le të themi ta shohësh veten edhe mos ta heqësh më? Frymëzoj është dikush në momenti kur i kthy dikush në shoqëri, në televizion që ti ke parë, fjalët e babit ndoshta.
Që jam këthy për qabes edhe që kam ndihmu edhe kësiqit për hoxhallarës, këshilla. Edhe këshillat të cilat i kam mbajtur vath në vesh, i themi. Po. Çfarë tjetër, Rumejsa? Dhe pyetja fundit është çfarë do t'i thoshe atij vajzave të tjera që kanë dëshirë ta vendosin mbulesën, por prap ka një pasiguri në atë vendim? Ju kisha thënë se mos mendojnë shumë, mos kenë frikë dhe ta dinë që ky vendim është një ndër urdhrat e Zotit dhe nëse e çon një urdhër të Zotit në vend, Zoti ka me të lehtësu jetën, ka me të ndihmu. Shkollimin do ta vazhdosh? Pa. Se kjo është pyetja që bëjmë shpesh ne, kur e shohim dikën që ka vendosur shamin, fatmirësisht në këtë kohë nuk jemi më ndoshta si para shumë viteve, themi ka vendosur shamin, të rrim në shtëpi. Unesa besoj se do shkollohet, do vazhdoj apo jo. Patjetër, nuk është kjo më një barrierë. Patjetër mësimi është i domosdoshëm dhe fjala parë e Zotit Kur'an është me lexu, me studiu, me hulumtu. Ndar Zoti patjetër duhet me vazhdu shkollën më gjatë. Dhe shqyqur ne jemi në një vend, në një shtet ku nuk kemi probleme, nuk kemi pengesa. Dhe me thënë, asë në institucione dhe askon, dhe nuk ka penges vajza në për shkollë, nuk ka penges vajza në për studime, si që kajnë disa vende për fat keq. Ne gëzojmë këtë liri të madhe dhe t'jemi falëndërus Zotit, dhe të falëndërus gjithë vëlla atyre që janë bashkaktarë që na me me gëzu këtë liri. Unesa është në klasën e 8. Pa. Çfarë ke dëshirë të vazhdosh apo është herët akoma? Është herët. Rumesa, është herët edhe për ty? Po herët. Është herët. Për sa të ndoshtë Rumesa, jo. Është herët. Me qenë si jemi në Fitër Bajram edhe mua më vjen mirë që sot folëm për një marrëdhënie të bukur, le të themi edhe siç është ajo e vajzës me babain, por edhe për vendosjen e mbulesës. Tani në Islam si është kjo marrëdhënia e vajzës me babain? Si duhet të jetë? Pikës parit, nuk ka dyshim se familja është diçka shtrenjtë. Edhe Zoti na urdhënon që me këtë amanet, këtë pasuri të shtrenjtë së familje, domethënë me rujt dhe me mund dhe kemi obligim me sakrifiku, me kontribu sa më shumë në edukimin sa më të mirë. Dhe si prind, si çdo krye familjar duhet të jetë afër me familjen e vet. Dhe format e komunikimit që duhet të ketë një prind me familje, më thënë, duhet të jetë thjesht, të jetë modest, sepse jo të jetë kryelart, sepse Zotin ditën e gjykimit, ata krye familjarë cilët ka janë tregu me një mëdhej ndaj familjes vet, as që kam shiku për pastrim, por për tash i përgatitur dënim i dhimbshëm. Gjithashtu është shumë rëndësi në edukim, kur në edukimin e familjes, e fëmijëve dhe djemve vajzave, dhe formën se si edukojmë, se shumë prej nesh menojnë se forma dhe me thënë me urdhëresa me këta është gjuna, se nuk ka dhunë këtë fetë të Zotit, gjanat duhet shkojnë me bindje. Një shembull shumë i mirë, një mësim shumë i mirë e kemi prej pejgamberit të Zotit, Lukmanit, i cili kur e këshillon birin e vet, djalin e vet me 4 porosi, domethënë këshillet e tij ishin shumë turta, që nuk ishte i përdorur një formë e forcës, duke vendosur dorën e vet mbi krahërorin e djalit dhe duke ia bërë qartë me dije, o djalë, pra porosinë e parë thotë, njife Zotin, adhuroje krijuesin, atë që të ka sjellë ty në këtë dunja, ose pastaj porosinë e dytë që ja jep, i thotë me respektu prindrin, sepse prindri është ai që ka sakrifikuar shumë, domethënë, apo ajo që ka është ma ulta, ma lehta, që prindit nuk guxon të i themi, nëse ata na japin ndonjë urdhër, as ufin, pastaj porosin tjetër që ja jep është me urdhërun të mirë, me ndalun nga keqja, porosin tjetër i thot pastaj me kenë modest me njerëz, mos me kenë me kryelart. Ajo që kërkohet për neve si prind duhet jemi sa më modest, sa më të thjesht, me butësi, jo me ashpërsi, sepse gjanat nuk arrihen me ashpërsi, ose Allah i thotë se ti ishe i butë, nga se Zotit ka dhënë butësi, po ti ishe ti i vrasht me njerëzit, me në përgjithësi, njerëzit do të largoheshin prej teje, njerëzit do të ndëgjoheshin fjalën. Kja mirë është
neve na mungon kjo adin, ose shohim vetë jetën e përditshme prindit ose sa tjerë si sillen me vladin e vet, me fëmijën e vet, duke ngrit zanin, duke bërtit, duke përdor forcën, gjë që se lejon feja, se lejon Islami, se lejon, domethënë, asnjë rregull. Për atë duhet jemi të kujdesshëm nëse kena dona sukses, se me pas një familje të udhëzume, kjo është bereqeti më i madh, kjo është pasuria më madhe, por të kundërtën, me pas një familje të devijume, po nuk duhet gjë pose, po nuk duhet gjë pasurie, nuk duhet asgjë kësaj dunjaje. Për atë inshallah na mundson Zoti që me eduku familjen sa më mirë. Normalisht se përsëri them, nëse kemi në dorë udhëzimin, ne ndoshta mundohemi kena dëshirë nesër djalin, vajzën, mi pas në rrugë të duhun, në rrugën e drejtë, por zgjedh një rrugë tjetër, zgjedh një drejtim tjetër, që ne se kena në dorë udhëzimin, por na kena në dorë me fol, kena në dorë me ba lutje, me ba dua, sepse shembull këto probleme kanë pas me familja, nuk pati shembull Nuhi a.s. me djalin e vet, nuk pati Ibrahimi a.s. me babën e vet, ose Luti a.s. me bashortën e vet, dhe sa të tjerë, ose pejgamberi a.s. i thot Axhës vet, që se ka mbrojt vazhdimisht pe armiqve që doshin me dita ditës për me zhduk Muhammed a.s. dhe ka mbrojt dhe ka nejt gjithmonë në krahun e Muhammed a.s. edhe pse nuk i ka besu, derisa thot thuje vetëm një fjalë, thuje vetëm fjalën la ilaha illallah, thuje vetëm këtë fjalë që të kam dëshmi para Zotit që për me ndërmjetësu për ty, por nuk e thot këtë fjalë, derisa i zbret një ajet kuranor, o Muhammed, inneke la tahdi men ahbabta, ti s'munesh me udhëzu atë që don, por vetëm atë që don Allahu i madhruar, ai do të jetë i udhëzuar. Pra jo është na mi marr shkaqet, mi fol familjes, mi fol rregullat se si duhet të jetohet në këtë tokë të Zotit, e pastaj mi lan dëshirën e vet, në qefin e vet. Inshallah Zoti na jep pasardhës të mirë, të hajrit, bereqetshëm, sepse do të kemi dobi të gjithë valla. Njeriu kur lën pasardhësit e mirë, por nuk ka pasuri më të madhe. Nuk ka pasuri më të madhe, pasuri e cila nuk ka pagesë. Në pasuri e shtrejt, sepse ai lutjen që ka me bë për ty, çdo gjë që ka me bë, dije se ata kanë më ardhur për ty. Inshallah na mëson Zoti që brezat e ashëm na edukohen ashtu si Zoti është i kënaqur, se ne jemi krijuar dhe kemi ardhur në këtë tokë të Zotit me një program. Me cilin? Një program të caktuar që ta ndërtojmë jetën tonë me Kur'an, me fjalën e Zotit. Dhe ai njeriu i cili zgjedh diçka tjetër, një rrugë tjetër, jo me fjalën e Zotit, jo me Kur'an, nuk ka dyshim se jeta e tij do të jetë dështuar, jeta e tij do të jetë e humbur. Sa ka njëri që është do kush që vjen tu është i përhershëm, nuk ka, më tregon një sado, domethënë pas mundet kush më kanë tu i përhershëm, se Zoti ka vënë një rregull. Zoti ka vënë të përhershëm jemi në botën tjetër, të përhershëm jemi në një ditë ku as nuk do të plakmi asnjëherë, do të jemi në moshën e re, edhe në atë moshë do të qëndrojmë. Atëherë, ndoshta dikur kam i ranë mend dhe kam thënë o Zoti jam, vetëm edhe një moment më këtë në dunja. Vetëm edhe një kohë të kthehem edhe një herë, se do të veproj, se nuk isha i kthjellët shumë në dunja, sa isha që me kuptu realitetin, por nuk kam më kthim para s'kan. Për atë kuptimi i jetës së dunjas është shumë më rëndësi. Dhe ndërtimin e jetës tonë në parimet që janë bazë me fjalën e Zotit dhe me atë që ka vepruar Muhamedi sallallahu është më rëndësi shumë që çdo besimtar të ndërtoj jetën e vet në këto parime të shëndoshta dhe pastaj nuk ka dyshim se jeta e tij do të jetë suksesshme, ai do të ketë sukses në jetë, ai do të ketë arritura në jetë, edhe nëse s'provohet me dëgjat të dunjas, por ka gjën më të shtrenjtë në zemrën e vet, e ka besimin. Besimi është diçka shtrenjtë që nuk paguhet. Është kënaqësi t'ju dëgjosh tek sa flisni. Faleminderit. Uroj gjithmonë që të jetë çdo herë ato biseda që bëjmë në studio të jenë edhe shembull për ato që na ndjekin, edhe në këtë rast edhe marrëdhëniet familjare. Edhe kjo vizita juaj tani këtu, po më duket si jemi në shtëpi, fiks në shtëpi, edhe jo në ekran. Është një vizitë, por besoj se festa e Fitër Bajramit, edhe Kurban Bajramit, padyshim, por meqense si jemi tek Fitër Bajrami e ka njëjtë këtë domethënien e vizitave, apo jo? Edhe ka përjetimin. E vërtetë është kjo festë madhështore, e cila vjen pas sa festat tona gjithmonë vijnë pas një sakrificë, pas një lodhje, alhamdulillah që krymë me sukses muajin e Ramazanit. Dhe tash
kemi gëzim dhe tanë jena të gëzushëm, se që ka në hadithet përsan, që lisaimi farhatan, për agjerusit janë dy gëzime. Gëzimi kur e kryn, e ke kry këtë mund të madhë, këtë sakrifit, ke sakrifiku shumë për Zotin, ke falë namaz, ke adhuru Zotin, ke vepru veprat mira, por edhe gëzimi i dytë i madhë është nesër kur delsh para Zotin. Krenohesh, ose do të thiret, e i nësa i mund, ku janë ata që kanë agjeru për Allahun. Dhe kjo është më rëndësi njeriu me pas emrin e mirë, me ke pretu që ke agjeru, ose me ke pretu që i ka rënë sesh të Zotit, që janë përgjigj urdhave të Zotit, do thënë, edhe njeriu sa më shpejt që e shpejton procedurën për mju përgjigj urdhave të Zotit, do t'jetë çdo gjë më lehtë për te edhe më mirë për te. Për mbulesën e kuptuam kur është vendosur, edhe nga Unesa edhe nga Rumesa, por me agjerimin, kur ka qenë, le të themi, fillimet, sa vjeç ke qenë Unesa kur ke filluar të agjerosh? Kam qenë 10 vjeç. 10 vjeçe. Rumesa? Unë në moshën 8 vjeçe i kam qetë, kam agjeru gjithë dita, po që nga mosha 9 vjeçe, kam filluar për mi agjeru të në Ramazan. Rregullisht shumë bukur, mashallah. Unë e Rumesa jemi kolegët këtu, po i pës të dyja, sepse i kanë si dy shoqe në studio. Sepse të ma shumë gjërat bukura nga vajzat për të sjell ato shembullin edhe tek vajzat. Unë kisha lidhë dhe këta, dhe është, nëse fëmijët kanë dëshirë për ma agjeru, nëse janë të moshës vogël, pse mi liju të agjerojnë, edhe sepse ishë mirë mësohën për tesh. Unë kam një më të vogël, një vajzë 7 vjeçe, edhe ja këto ditë që nuk ka shku në shkollë, shtune, dilen, pa aman bab me mlanë këto ditë me agjeru, dhe i ka agjeru një 2 ditë, sa për start e ka ashtu. Që ishë mirë, dhe me tha se në mbjellet në vetdije ndoshta. Po mësimet janë që prej moshën 7 vjeçe, për fëmi, më prej moshën 7 vjeç, mi mësu rregullat e fesë, mi mësu më falë, mi mësu më agjeru e shto. Nështë në moshën 10 vjetë, kur të bëjmë moshën 10 vjetë, atëherë është pak mi marë ma me seriozitet, ma me rregull dhe me agjeru, e ma me rregull dhe me kry urdhën tjerë të Zotit. Kështu ishtë. A dakordohesh ajo, Rumesa? Pa. E për mirë. Ka qenë një bisedë e bukur edhe me shumë, le të themi, mesazhe edhe gjëra të vlefshme për neve në studio, por edhe për ato që na ndjekin, besoj. Shumë faleminderit edhe për juve që vazhdimisht po na mundsoni këtu, Zoti inshallah na mundson që të gjithmonë të kemi mundësi që të punojmë punë dhe vepra që Allahu më kanë kënaqur me neve. Zoti ju shpërbleft. Urime gjithashtu gjithë edhe një herë. Gëzuar. Faleminderit që erdhët së bashku. Unesa, faleminderit që ke ardhur sot së bashku me babin tek ne. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit edhe një herë Alfineja. Ditën, faleminderit gjithashtu. Gëzuar Bajramin. Rumesa. Urime. Tani do të vazhdojmë me urime apo me ilahi, çfarë thua? Të ndjekim kush na uron kështu përmes ekranit? Ju themi? Po. Shkoj. Vazhdo me urimet që tradicionalisht i kemi çdo festë të Bajramit.